Stephen Hawking më duket, kishte frikë nga alienët, për arsyeën se thoshte që ata janë aq shumë të zhvilluar saqë nuk i ha fare për njerëzimin. Siç jemi ne me milingona. Çati besoj se ka plak. Përderisa jemi ne, normal që të ketë të tjerë, nuk është ndonjë. Okej. Po mirë. Në një pafundësi planetesh. Atëherë se do dolën në shtek. Me që thuaj që pse kur jemi ne mund të ketë ashtu. Po kur jemi ne pse mos i dhe Zoti? Por Zoti dhe mund të jetë. Po unë jam goxha i bindur që Zoti nuk është ai Zoti që mendojmë ne që është. Është shumë ide njerëzore kjo, që është aerobi në qiell apo që kur je i keq shkon bigjesh në zjarr apo janë tmerrësisht njerëzore, janë bazike kështu në nivele. Po nga ana filozofike bën kuptim. Po ti marrësh gjitha në mënyrë figurative bën kuptim gjithë ato. Po mirë, po kësa anën filozofike më shumë ja kemi dhënë ne duke u zhvilluar si shoqëri se sa. Po ne kemi bërë dhe tekst, ne kemi bërë dhe religionin dhe fen, ne kemi bërë gjitha. Po pra, domethënë tingëllon shumë njerëzore ti gjë, domethënë më duket shumë ose që nga koncepti fere dhe parajs, domethënë parajsa është një vend si toka me pemë, me kafsh, kështu. Po është më e bukur akoma. C I. Po.